A ju ka shkuar ndonjëherë mendja si luftonin fiset e lashta për pushtet dhe pasuri? Mbajuni fort për rrëfimin për ilirët. Imagjinoni pak fiset ilire, luftëtarët të lashtë të Ballkanit, përplaseshin vazhdimisht për territor, pasuri dhe ndikim. Secili fis kishte prijesin e vet, dhe pakja ishte një luks i rallë. Taulantët, të njohur për fuqinë e tyre detare, shpesh herë ishin në konflikt me Dardanët, luftëtarët të ashpër të maleve. Konflikti nuk ishte vetëm për tokën, ishte për të treguar kush ishte më i fortë dhe për të siguruar burime. Këto rivalitete i dhanë formë historisë dhe kulturës së rajonit, duke e bërë bashkëpunimin pothuajse të pamundur. Por nga rëmuja doli forca, pasi këto fise u përshtatën dhe ja dolën mban në botën e tyre plot trazira. Kështu që herën tjetër kur mendoni për historinë e lashtë, kujtoni ilirët, një dëshmi e shpirtit të fortë njerëzor. Bëni like, abonohuni dhe lini një koment më poshtë. Na tregoni çfarë ju tërheq më shumë te historia.